Mos kish dasht Allahu, ne nuk kishim bo shirk. Mos kish dasht Allahu, ne nuk kishim qenë idhujtar. Allahu ka dasht, ne jemi idhujtar. Allahu Azza wa Jall tha: "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." A keni ju ndonjë dituri që ta sjellni para neve? Silleni diturin. Çka ka shkruar Allahu për neve? Çka ka shkruar Allahu? Ne nuk e dim, por derisa nuk e dim, janë dy gjëra në pyetje. Një, ajo që na ka urdhëruar Allahu. Dy, ajo që e ka caktuar Allahu. Atë që e ka urdhëruar Allahu ne e dim. Atë që e ka caktuar Allahu ne nuk e dim. Ku duhet të bazohemi? Ne duhet të bazohemi në atë që na ka urdhëruar Allahu. Çka është e shkruar, kjo nuk na takon neve. Atë e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Ne duhet të punojmë atë që na urdhëron Allahu dhe atë që na ndalon Allahu dhe të ecim në kufit e Allahut. Dhe ne nuk e dim çka ka shkruar Allahu për neve. Mirë po, ajo që është e shkruar, ajo do të ndodhë.